Të nderuar televizionist, mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur në emisionin Ora Ekonomik këtu në Radio Televizionin Ora News me mua Besart Kadian. Sot do diskutojmë për kapitalin njerëzor në sistemin bankar në Shqipëri. Të ftuar kemi doktoresh Natasha Ametaj në shkencat ekonomike, gjithashtu me eksperiencë në sistemin bankar. Gjithashtu në studio kemi zotin Arbër Agalliu, i cili është pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës, mirëmbrëma se keni ardhur. Dhe në lidhje direkte kemi Denata Muharremi, e cila është eksperte në burimet njerëzore. Mirëmbrëma se keni ardhur. Mirëmbrëma. Denata, ta filloj me ju. Ju jeni ekspert në burimet njerëzore. Para se të vazhdojmë për kapitalin njerëzor, ka ndonjë dallim midis burimeve njerëzore si profesion dhe kapitalit njerëzor? Janë të lidhura? Atëherë, dallim midis njëra tjetrës, them se janë zakonisht mjaft të lidhura, sepse duke filluar, duke patur parasysh se një fuqi punëtore arsimuar, aftësuar është thelbësore dhe në funksionimin efektiv të ekonomisë për konkurimin për një konkurrencë sa më të mirë dhe për sa i përket domethënë burimet njerëzore me kapitalin human janë vërtet të lidhura, sepse këto bashkë me njëra tjetrën, ne duke patur një kapital human mjaft të aftë për të punuar në tregun bankar, dhe për ne është diçka shumë e mirë dhe diçka pozitive. Zotja Agalliu? Absolutisht ka një lidhje. Teorikisht mund të japim kufizime për t'i ndarë, por në realitet ekziston një lidhje pa ndarë midis njëra tjetrës. Dhe ne sot do të trajtojmë edhe në vazhdimsi të emisionit që një kapital human i edukuar, i arsimuar, i kualifikuar, normalisht që është një aset i pashmangshëm, një aset me mjaft vlera, sidomos në sistemin bankar, sidomos në sistemin financiar dhe sidomos në kohët e sotshme. Përfshi krizën botërore, krizën financiare që ka mërthyer gjithë botën sot. Ndërkohë, sa është numri i punonjësve në sistemin bankar sot në Shqipëri? Në rast se kemi ndonjë statistikë, ndonjëherë për jush? Po. Ndoshta statistika. Po, Arbi që është i fokusuar më të hapi, po unë doja të bëja një shtesë për pyetjen tuaj të parë. Edhe pse është pak, si thuash, pyetje teorike, po vlen, mendoj unë, që ta fillojmë diskutimin eksaktësisht nga terminologjia kapital human. Fjala kapital, në fakt, në ekonomi ka një koncept i cili lidhet me një nocion të vetëm. Kapitali në vetvete quhet ai shpenzim i cili do të hyjë në punë, pra do të përdoret në periudhat e ardhshme të prodhimit. Kështu thuhet në përgjithësi në konceptin ekonomik. Dhe jo më kot, ky koncept ekonomik i atribuohet edhe burimeve njerëzore kur i quajmë, besoj që për viteve 70 është përdorur për të parë si koncept, kur i quajmë kapital human, sepse në fakt i jep fjalës burim njerëzor një vlerë tjetër, vlerën e asaj që njeriu me njohuritë që mbart në vetvete dhe me investimin që bëhet për shtimin e këtyre njohurive, hyn në punë organizatës, kompanisë, jo vetëm për një periudhë ushtrimore, prodhimi, por për shumë vite të ardhshme. Kështu që përdorimi i fjalës kapital lidhet eksaktësisht me faktin që njohuritë e cila mbarten brenda individit përdoren në shumë periudha prodhuese, sepse ai do të shtojë jo vetëm idet me inovacionet që këto njohuri do t'i hyjnë në punë për të zhvilluar një produkt të ri ose për të gjetur një aplikim të ri të çdo lloj organizate ku ai është duke operuar. Kështu që fjala kapital human i dedikohet eksaktësisht përdorimit afatgjat të njohurive që individi mbart dhe e bën atë jo thjesht një njeri, një individ, një burim njerëzor i cili na hyn në punë një periudhë të caktuar ushtrimore, por e bën vërtet një kapital. Bile Arbi mund ta dinë çik më hollësishëm, fjala kapital ka pasur një diskutim shumë të gjatë edhe në literaturën ekonomike, a duhet ta quajmë aset apo duhet ta quajmë shpenzim, koston që bëjmë për burimet njerëzore. Dhe kjo lidhet tamam me fjalën kapital, sepse referuar këtij koncepti që unë sapo shpreha, duhet quajtur aset. Por është vetëm në konceptin aset shqetësues, pse në fakt individët nuk duan ta përdorin për veten e tyre këtë fjalë, këtë emërtim, ka bëjë faktin se aseti ndikush e zotron, që mund të jetë pronari i kompanisë, dhe njeriu nuk dëshiron të quhet i zotëruar nga askush. Pra në konceptin moral, ne nuk duam ta përdorim fjalën aset, se në të vërtet për si thua rolin që burimi njerëzor ka në një organizat, do ta meritonte fare mirë të quajturin aset, e ndoshta edhe të shprehur me një vlerë të caktuar numerike, të vlerës së këtij aseti. Kështu që
thjesht ishte për plotësim të Patyshim, dhe arsye pse kemi zgjedhur pikërisht sistemin bankar në Shqipëri, pra kapitali njerëzor në sistemin bankar, është sepse vetë profili i kësaj industrie është i tillë që bazohet jashtëzakonisht shumë në punën e përditshme apo jo në burimet njerëzore apo jo. Pra, është lloj i produkteve që ofron për qytetarët, të cilat nuk mund të si një themi fabrik që ka makinerit, por software dhe kompjuterat shërben thjesht si instrumenta, por burimet njerëzore janë thelbësore. Dhe pyetja është për ju, zotja Kalli, pra ajo që bëra dhe çfarë për statistikat. Në Shqipëri, 20 vitet e fundit, nga asnjë bankë private, kemi afërsisht sot 16 banka private. Nga 17-16 të vitet e fundit. Para se t'ja përgjigje për këtë pyetje, për të dhënë përgjigje pyetjes që ju parabët në lidhje me numrin e punonjësve në sistemin bankar. Që nga viti 2004 deri në 2009 kemi pasur një trefjeshim afërsisht të punonjësve në sistemin bankar, ku ka qenë në 2004 afërsisht prej 2816 punonjës. Në 2004 2816 punonjës dhe shkon ky numër në 2009 6404 punonjës. Këto shifra të marra nga raporti i mbikëqyrjes Bankës Shqipërisë, dhe raporti vjetor i 2010-s. Në 2010, në fund 2010-s kemi një rënje shumë të vogël, pra nga 6404 në 6384, një rënje e vogël në krahasim me ato çfarë ndodh në botën financiare, sidomos në sistemin bankar. Shohim që pra stafi bankar, punonjësit bankar kanë patur një rritje të vazhdueshme dhe në periudhën e krizës këtë ulje shumë të vogël ne nuk mund ta quajmë një ulje si zvogëlim, por më tepër një arritje në stabilitet të këtij tregu. Për të kaluar tek pyetja që bëhet, a ka patur një evoluim të kapitalit human ose të kapitalit njerëzor në sistemin bankar nga sidomos periudhën e tranzicionit? Absolutisht që po. Deri në 97-ën ne nuk mund të flasim, në 98-ën nuk mund të flasim për le të themi një kapital human të specializuar në sistemin bankar, absolutisht që ka patur specialist shumë të mirë, por problemi qëndron që duke mos patur banka në treg që rrisin konkurrencën, normalisht dhe cilësia nëse bëjmë krahasim lë për dëshiruar. Me kalimin e viteve, me shtimin e konkurrencës, ka patur dhe shtim të aftësive të kapitalit human, rritje të kapaciteteve të tyre, me anë të trajnimeve, me anë të edukimit financiar, me anë të eksperiencës akumuluar ndër vite. Kjo ka bërë që sot të kemi një staf bankar, pavarësisht se ka dhe ky staf probleme dhe sfidat e veta të cilat ne do t'i diskutojmë, por është një staf i cili me të vërtet vlen, i cili me të vërtet ka kontribut të jashtëzakonshëm në sistemin bankar, duke ditur që edhe nëse bëjmë krahasim me vendet në rajon edhe me situatën sot, të gjithë ekspertët ekonomisë janë në një mendje sot që sistemi bankar shqiptar nuk u prek direkt nga kriza ndërkombëtare, nga kriza financiare apo dhe ekonomike, por i qëndroi dhe u ballafaqua me dinjitet në sajt të këtij stafi bankar, në sajt të politikave monetare, qoftë nga Banka Qendrore, po dhe nga menaxhimi që ju bë bankave. Shto këtu dhe faktin që Shqipëria nuk është që ka një sistem të mirë integruar në ekonominë botërore. Pra, për ta konkluduar, gjatë gjithë këtyre viteve, sistemi bankar është zhvilluar me ato problemet e veta, por duhet të pranojmë bashkërisht që stafi i sistemit bankar është një staf i cili krahasuar me ndërmjetësit e tjerë financiar, po dhe jo vetëm, ka vlera dhe mbart eksperiencë të admirueshme. Zonja Muharremi, nga eksperienca juaj si eksperte burime njerëzore, por edhe si punonjëse banke, si është oferta e punonjësve? A janë ata, kanë kualifikimet e duara, themi kur vinë dhe trokasin në bankën tuaj? Atëre, është mëse vërtet. Unë dua duke ju referuar edhe Arbrit për çka folim pak më përpara, mund të themi që vërtet duke krahasuar në vitet e tranzicionit e deri më sot, vërtet ka ndryshuar dhe kërkesa e tregut si dhe rekrutimi. Nëse dikur duhet merrje thjesht një diplomë dhe ishte vetëm kaq, ndërkohë në ditët e sotme kanë filluar rritja e kërkesës së tregut është goxha më e madhe, duke vazhduar këtu në një master, në një doktoratur. Për sa i përket pyetjes tuaj,
Për sa i përket pyetjes tuaj, është vërtet kërkesa e tregut është vërtet në rritje. Rekrutimi normalisht ka dhe ai pjesën e vet. Normalisht kërkesa e tregut është goxha më e rritur për sa i përket kualifikimeve të punojësve, sepse banka mund të themi që është i vetmi, është ndër institucionet që vërtet investon në kapitalin human për sa i përket zhvillimit të personit. Gjithashtu banka investon dhe unë e shikoj bankën, sistemi jonë është në kapital human dhe kapital monetar. Pra, neve në kapitali monetar është ai që jo ai që bën kapitalin human, por kapitali human është ai që bën kapitalin monetar. Kështu që për sa i përket asaj që ju t'i referojmë asaj që ju thoni, vërtet që tregu është goxha domethënë ka kërkesë goxha të lartë për sa i përket kualifikimit të stafit. Ndërkohë, kur ju merrni punonjës të ri në punë, thatë që më përpara që nuk mjafton vetëm një diplomë, bëhet edhe një themi diplomë e lartë master apo doktoraturë. A ka ndonjë mënyrë tjetër se si e masni aftësinë e punonjësve të rinj që do merrni, pra sa të aftë janë ata përveç se aftësisë akademike dhe aftësi të tjera, për shembull se sa të aftë janë për bashkëpunimin në grup me punonjësit e tjerë me radhë. Keni ndonjë mënyrë matje të kësaj aftësie? Patjetër që po. Atëherë, si çdo bankë tjetër, edhe ne kemi politikat tona dhe institucioni ku unë punoj ka politikat e tij. Patjetër që po, në momentet e rekrutimit përpara se të kalojmë, sepse gjithmonë rekrutimi ka një sër fazash të tij, që mund të jetë si fillim një intervistë, më pas mund të jetë një testimit i njohurive të tyre të përgjithshme dhe në bazë të këtyre njohurive përzidhet prapë një intervistë i cili është një komision për sa i përket këtyre përzgjedhjeve, por gjithashtu ne gjatë kohës rekrutimit të këtyre punonjësve normalisht që është një periudhë 3 mujore, le të themi, për sa i përket prove, për sa i përket për të parë aftësitë e këtij individi që ne kemi rekrutuar. Normalisht, pas 3 muajsh, ju mbase mund t'ju duket e shkurtër, ose dikujt mund t'i duket më shumë, por megjithatë, banka investon në trajnimin e këtyre individëve dhe gjithashtu gjatë pas një periudhe 3 mujore normalisht banka është në gjendje që të arrijë të kuptojë dhe të shohë se vërtet sa vlen ky individ për sa i përket punës së tij dhe aftësive të tij. Dakor, zonja Muharremi, Ametaj, nga eksperjenca juaj, sa e rëndësishëm është dhe faktori informal në rekrutimin e punonjësve të rinj, pra atë që ne quajmë miku. Shpeshherë jam i sigurt që edhe qytetarët që ndjekin ose ata që duan të fillojnë punë në sistemin bankar, mund të thojnë, ok, shumë mirë që këta kanë rekvizit kryesore diplomë, por gjithashtu ne dimë që miku në Shqipëri është shumë i rëndësishëm etj. Me radhë. A është e vërtetë kjo? Ka eksperiencë juaj? Njërë do dëshiroj ta filloj pak një hap më para përgjigjen. Më pëlqen të fali pak. Më e plot, si megjithëse po diskutojmë specifikisht për burimet njerëzore të sistemit bankar. Edhe unë dua ta lidh pak, sepse mendoj se jo rastësisht ju keni zgjedhur këtë sektor për të diskutuar mbi kapitalin human, por sepse për mendimin tim, po besoj dhe tuaj, sistemi bankar është ndoshta industria më e mirë organizuar, më e mirë rregulluar dhe më e modernizuar në Shqipëri. Dhe zakonisht bashkë me modernizimin dhe organizimin e një industrie, paralel ecën dhe zhvillimi i burimeve njerëzore, sepse ato si thuaç rrjedhin njëra tjetrën në mënyrë të vazhdueshme. Kështu që përderisa sistemi bankar ka ecur në këto 10 vite, sidomos pas 97-s, sikurse e përmendi edhe Arbi, ishte e pamundur që të mos përshtatej me të njëjtin drejtim rritje dhe me të njëjtin temp rritje edhe zhvillimi i burimeve njerëzore që janë të përfshira në pjesë të ndryshme të këtij sistemi. Sistemi bankar, përveç se është një sistem i përfshirë, si thua, në industrinë financiare, nëse mund të quajmë kështu, është në fund fundit një industri shërbimi. Dhe si në çdo industri shërbimi, pjesa më e madhe e aktivitetit bazohet te ajo që ne quajmë njohuritë e
stafit ose njohurit e burimeve njerëzore. Në çdo industri, sa më shumë të jetë e përfshirë në rezultatin e asaj industrie njohuria e stafit ose njohurit e burimeve njerëzore, aq më shumë rëndësi merr zhvillimi dhe aq më shumë këto burime njerëzore tërheqin vëmendjen e si thua titullarëve ose të menaxhimit të lartë të atij institucioni, respektivisht të bankës në rastin tonë. Kështu që nëse do të bënim një krahasim të cilësisë së burimeve njerëzore në sistemin bankar sot me ato të para vitit 97 ose ndoshta diçka më herët, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Aq sa një industri ku teknologjia luan rolin kryesor, është më e zhvilluar dhe më sofistikuar në krahasim me një industri që teknologjia ka një peshë, si thua, jo industria, po teknologjia ka një peshë specifike më të ulët. Kështu që transferimi nga një ekonomi e bazuar në industri në një ekonomi të bazuar në njohuri, domosdoshmërisht sjell me vete edhe, si thua, ecjen me hapa më të shpejt të zhvillimit dhe të kapacitetit të burimeve njerëzore. Në këtë aspekt, burimet njerëzore në sistemin bankar sot kanë vetëm një nivel kualifikimi dhe arsimor shumë më të lartë se më parë, për shkak se duhet të përdorin një teknologji të avancuar dhe duhet të kenë njohuri të sofistikuara jo vetëm në ekonomi, por edhe në sistemet kompjuterike, por ato gjithashtu i nënshtrohen edhe një sistemi të vazhdueshëm trajnimi, sepse sikurse zonja paraforse shpjegoi, momentin e rekrutimit banka ka një proces të mirë organizuar, ku mundohet të testojë njohuritë ekonomike, njohuritë financiare paraprake të punonjësit dhe gjithashtu edhe nivelin e intelektit, sepse pa një nivel të caktuar inteligjence ti nuk mund t'i përshtatesh, si thua, njohurive të reja që banka do të detyrojë ti përfitosh për zotërimin e një sektori të caktuar ku do ky punonjës do të caktohet që të ushtrojë aktivitetin e tij. Kështu që trajnimi është një proces i vazhdueshëm dhe i organizuar në disa faza. Është trajnimi fillestar në momentin kur punonjësi hyn në organizat dhe merr një informacion të përgjithshëm mbi organizatën ku ai po hyn, në cilën do bankë që një punonjës në sistem bankar do punojë, jam e sigurt që është ky sistemi i trajnimit paraprak. Pastaj ka një sistem të trajnimit specifik që lidhet ngushtësisht me profilin e punës brenda bankës që punonjësi do të jetë i orientuar. Trajnimit bëhen nga një staf shumë si thua, me eksperiencë dhe i kualifikuar që mund të jetë nga menaxhimi i bankës, mund të jetë i punësuar nga agjenci jashtë sistemit bankar, të cilat janë të dedikuara në ekspertiza të caktuara financiare, ose mund të angazhojnë edhe agjenci ndërkombëtare, të cilat janë të mirënjohura për trajnime në fushën e sektorit financiar. Kështu që trajnimi është pjesë, si thua, e jetës së bankierit. Dhe mund të them që nuk mbaron kurrë, për shkak se edhe shtimi i produkteve në sistem nuk mbaron kurrë, të paktën deri sot është ditë për ditë një organizëm i gjallë që rritet, merr frymë, shtohet dhe sjell gjëra të reja për të gjithë. Edhe për të ardhur tek pyetja juaj te informaliteti, mendoj se ndoshta është industria ku mund të flasim fare pak ose as pak për informalitet. Për sa kohë që të gjitha bankat, duke ndjekur benchmarkun, kanë ndërtuar sisteme të rregulluara rekrutimi dhe për sa kohë që brenda këtyre sistemeve kemi procese testimi të kontrolluar nga trupa të caktuara, të dedikuara dhe të, si thua, të përkushtuara për të bërë një punë të ndërgjegjshme, sepse gjithë secili jep llogari për cilësinë e punës që ofron. Dhe në sistemin bankar, trupa që merret me rekrutimin e stafit të ri do të jetë edhe përgjegjëse për cilësinë e stafit të rekrutuar. Kështu që mendoj që informaliteti mund të ketë një përqindje aq të vogël sa ndoshta s'ia vlen për mendimin tim që ta bëjmë pjesë të diskutimit për sistemin bankar. Kjo është e mirë faktikisht për të gjithë studentët që ndoshta duan të futen në sistemin bankar, që në rast se punojnë dhe studiojnë mjaft mirë, pra duhet të jenë të inkurajuar që këtu nuk ka themi hile. Për ta plotësuar është edhe logjike. Sot e vendosin veten se kur jemi ne pronartë e një institucioni financiar. Askush nga ne nuk do donte të kishte një të paaftë, sepse investitorët të cilët derdhin lekët, investojnë në sistemin bankar, nuk do donin të kishin pjesë të stafit të tyre një person të paaftë. Unë shpesh ju them dhe studentët mi me shaka, dhe sikur biznesin tuaj të kishit, në qoftë se dhe njeriu më i afërt, vllai, motra, nuk e di, një mik i afërt, do ishte i paaftë për të bërë një proces caktuar pune, do të ishit të gatshëm sikur të jepin atë pagën e thjeshtë që ndronte në shtëpi mos të vinte në punë, sesa ta mirnit në institucionin tuaj dhe t'ju çonte drejt falimentit, t'ju japni një emër të keq. Kështu që përgjithsisht sistemi bankar afron dhe ka filtra që
të afroj rreth tij persona të kualifikuar. Absolutisht ka raste të cilat, ashtu siç tha dhe zonja Natasha, nuk janë në një përqindje të konsiderueshme, përkundrazi, por dhe ky kapital human në sistem bankar ka dhe këto problemet e veta. Shpesh bankierët përdorin një batut ku shefi financës i thot drejtorit përgjithshëm që a ja vlen ose më saktë çdo të ndodhi nëse ne i trajnojmë këta dhe këta nga ikin nga puna. Dhe përgjigjja e drejtorit përgjithshëm është që çfarë do ndodhi nëse nuk i trajnojmë dhe nëse nuk ikin nga puna në lidhje me trajnimin. Përgjithsisht, eksperjenca në sistemin bankar akumulohet në vite, duke qenë që dhe vetë procedurat në sistemin bankar janë të profilizuara dhe trajnimi është në atë që quheton job training me kalimin e kohës, me mbikëqyrjen në një pjesë normalisht, pjesa, le të themi pjesa bazë, front office ose pjesa bazë fillestare e hyrjes në bank. Pastaj normalisht ka pozicione specifike që do të duan dhe kanë nevojë për ekspert të mirëfillt. Kështu që zonja Muharremi, burimet njerëzore merren dhe ju vlerësoni themi për punën që bëni dhe vlerësoni individin apo vlerësoni dhe departamente në performancën e tyre. Pra atëherë në drejtorinë që unë drejtoj, që është drejtoria e menaxhimit të performancës dhe vlerësimit performancës, neve kemi menduar që nëpërmjet kësaj, domethënë krijimit të kësaj drejtorie, kemi menduar që të vlerësojmë individin se si është ai, pra personalisht atë, se çfarë aftësish ka ai. Kjo është duke i vënë një target këtij individi për sa i përket për punës që bën, në objektivat. Pra, ne kemi një formular ku janë objektivat. Formulari jon është 80% që është targeti, ku i vjet target për çdo lloj produkti, nëse këto janë në deg dhe nëse janë në departamente, janë objektivat të tjera. Pra, objektivat kryesisht janë gjithmonë objektivat të matshme, që individi janë lehtësisht të arritshme, dhe jo dhe lehtësisht, mund të them lehtësisht kur individi vërtet përpiqet për të arritur këto objektiva, pra këto target që janë vënë. Gjithashtu ne gjatë vlerësimit të këtyre objektivave gjithmonë mblidhen këto objektiva një herë në 6 muaj për të vlerësuar dhe për të parë individin se ku është, ndërsa për sa i përket ne aplikojmë dhe sistemin e bonusit, ku një herë në 3 muaj punonjës të cilët e kanë tejkaluar këtë target, atëherë shpërblehet me sistemin nëpërmjet një bonusi të caktuar. Një herë në 6 muaj, besoj se është incentiv. Jo, bonusi është si politik një herë në 3 muaj, ndërsa një herë në 6 muaj rishikohet performanca e çdo individi punonjësi, ku një herë në vit, pas patjes së kësaj performance, do të përkthehet në kapital monetar. Ju i diskutoni për shumë me punonjësit tuaj këto objektiva sa të arritshme janë, pra kanë raste kur diskutojnë para se të vendosin objektivet me punonjësit? Patjetër që po, janë departamentet dhe drejtuesit përkatës për sa i përket vendosjes së këtyre objektivave, pra janë drejtuesit përkatës sepse banka jonë është ndarë në divizione dhe në këto divizione drejtuesit vendosin për të shpërndarë këto objektiva gjithmonë duke studiuar degët dhe gjithmonë duke studiuar ambientin dhe gjithçka që për t'i bërë këto objektiva sa më të arritshme dhe sa më të matshme. Pra nuk ka asnjëherë objektiva të pa arritshme. Ndërkohë, një ndër benefitet që ka një ekonomi kur kemi investimet tuaja direkte, shpeshherë thuhet që është njohuria që sillen ato me vete. A hyn dhe pikërisht mënyra se si duhet menaxhuar burimet njerëzore tek benefitet që kanë ardhur ekonomisë shqiptare? Mendoj që kjo është një ndër përfitimet më të rëndësishme që kapitali huaj ka sjellë në Shqipëri. Dhe sidomos në sistemin bankar, ku ne dimë shumë që pjesa më e madhe e kapitalit në përjashtimet vogla është kapitali huaj dhe kanë sjellë me vete eksperjenca të jashtëzakonshme në fushën e menaxhimit edhe të burimeve njerëzore. Sepse në fakt sot bankat e mëdha të paktën brenda sistemit kanë kaluar në një stad që është ndoshta stadi më i zhvilluar i drejtimit të këtyre institucioneve, ajo që quhet menaxhim strategjik. Dhe menaxhimi strategjik ka pjesë shumë të rëndësishme, si thua, të gjitha perspektivave përbërëse të vetat. Ka një pjesë shumë të rëndësishme
pikërisht burimet njerëzore dhe përfshirjen e burimeve njerëzore në këtë ashtu i quajtur menaxhim strategjik. Ajo është i quajtur balance scorecard që tani ka hyrë edhe në Shqipëri dhe është bërë pjesë, si thua, e drejtimit të institucioneve shumë të rëndësishme, institucione më të mëdha të sistemit bankar, edhe në Shqipëri, bashkë me vete ka sjellë revolucion edhe jo vetëm në menaxhimin e burimeve njerëzore, por edhe në përfshirjen e tyre në rezultatin përfundimtar të këtyre institucioneve. Kështu që pyetja juaj që lidhej me atë rriqet opinioni i individëve në procesin e targetimit ose të përgatitjes së buxhetit individual, ka një përgjigje jo vetëm pozitive, por nuk mund të jetë ndryshe se një përgjigje pozitive, për shkak se ky menaxhim strategjik fillon, si thua, nga synimet që institucioni ka për rezultatet financiare dhe duke u kaskaduar zbret poshtë deri tek individi. Dhe një nga, si thua, përfitimet ose kultura shumë e rëndësishme që kjo kulturë menaxhimi sjell brenda organizatës dhe dal nga dal jam e sigurt që do gjej shtrire edhe në industri të tjera jashtë sistemit bankar në Shqipëri, është që e zbërthen objektivin nga kreu i organizatës deri tek punonjësi më i fundit. Të zbërthesh objektivin do të thotë që individi i njësisë më të fundit në shkallën hierarkike të organizatës e di shumë mirë se ku organizata e tij do të shkojë. Duke ditur se ku organizata do të shkojë, ai mëson fare mirë kush është kontributi që ai duhet të japi në mënyrë që organizata e tërë të shkojë te rezultati final. Ju mendoni që punojësit në Shqipëri, individët ose punojësit thjesht është flas për bankat e mëdha sot për sot dhe mendoj që në të ardhmen do bëhet edhe në Shqipëri. Në Shqipëri po. Në Shqipëri aplikohet aktualisht. Në bankat e mëdha në Shqipëri po flas, nuk dua t'i referoj me emër, po është eksperiencë tashmë prezente në Shqipëri, kështu që individi i fundit është tashmë jo thjesht ka marrë një detyrë që duhet ta realizojë në mënyrë mekanike, por është koshient kush është roli i tij dhe ndihet dhe më i rëndësishëm, dhe ndihet dhe më i motivuar për të realizuar këtë detyrë, sepse ai e di fare mirë që kjo detyrë është krahasueshmërisht e vendosur me kolegët e tij dhe askush dëshiron të rrim mbas kolegëve në rezultat pa arsye. Kushdo, si thua, fryma e konkurrencës detajohet deri tek individi i fundit i organizatës. Pastaj procesi i planifikimit për të përcaktuar kush janë objektivat e organizatës si e tërë kalon për gjithë fazat e planifikimit të buxhetit që janë duke nisur që nga e shkuara historike, database-i që organizata ka realizuar, që nga të dhënat e reja për zhvillimet e tregut që pritet të ndodhin, të gjitha këto së bashku i nështrojnë një procesi shumë të gjatë diskutimi dhe kalkulimi për të arritur në atë që përbën objektivin përfundimtar që organizata do të arrijë. Dhe natyrisht, përderisa ky objektiv është i mirë kalkuluar, s'ka se si të ndodhi që individi t'i ngarkohet një detyrë te i fuqive ose te i pritshmërive të atij. E rëndësishme është motivimi. Ndërkohë do të bëj pak debat pikërisht për këtë çështje nga eksperiencia që pati edhe bankat më të mira në botë, që pavarësisht kësaj për mënyrë menaxhimit të burimeve njerëzore, strategjive, gjithsesi ka gjithmonë individ të cilët jo vetëm që dalin jashtë strategjisë, por bëjnë ata që quhen rogue traders ose tregtarët që dalin komplet jashtë bankës dhe mund të mos monitorohen në veprimet e tyre. A ndodh kjo pikërisht në sistemin bankar edhe në Shqipëri, që pavarësisht se në letë duket se ai bën një punë të mirë, faktikisht në bilanc pas një viti duket se ka bërë diçka, një investuar gabim apo gjithë gjatë me radhë. Që do rrit në kredi tek më pas. Okej. Kjo dukuri nuk mund të përjashtohet. Sigurisht është më e thjeshtë për të ndodhur në industritë e sofistikuara bankare, që janë akoma më aktive në tregun e letrave me vlerë dhe që ka më shumë gjasa që një gabim i sekondës të sjellë humbje të jashtëzakonshme, është më i vogël ky risk në sistemin bankar shqiptar për shkak të natyrës specifike ose natyrës, si thua, më modeste që produktet shqiptare nuk janë aq sofistikuara. Megjithatë, si thua, në shkallëzime të caktuara kudo ky lloj risku ekziston, sepse në një organizatë që mund të ketë zëm mbi 1000 punonjës, ti nuk mund të pretendosh që të arrish së pari ti mirë selektosh të 1000, të arrish ti mirë motivosh të gjithë, sepse diçka të shpëton jashtë vëmendjes. Gjithsesi këta pavarësisht pastaj pas një përfar periudhe kohë, në rast se kanë bërë gabime në investime apo në mënyrë se kanë menaxhuar parat, këta gjithsesi kapen dhe sistemi pra i filtron dhe i gjen. Pra nuk është se ky sistem që unë sapo domethënë ju citova më sipër e ka një nga armët më të rëndësishme, ka eksaktësisht këtë monitorimin e përditshëm që ti i bën treguesve performancës së gjithë secilit. Duke monitoruar ditë për ditë, ke kohë natyrisht edhe të ndërhysh në një periudhë më të hershme për dikë që nuk po performon sipas pritshmërive dhe mund të bëhet pengesë për gjithë organizatën ose për gjithë njësinë. Sot e ka dhënë? Absolutisht
kjo që thotë Natasha është e vërtet, problemi thjeshtohet akoma më tepër kur sot teknologjia bën të veten. Kapitali human sot në sistemin bankar, le të themi 70-80% e tij ka punën të mirë përcaktuar, ka një sistem informativ përpara tij që nuk e lë të gaboj. Pjesa menaxheriale është ajo pjesë e cila ka le të themi më tepër dorë të lirë për të menaxhuar, për të ngritur politika, hartuar politika të caktuara, por duke qenë që ngelet në pjesën në hierarkinë e lartë, në pjesën menaxheriale, presupozohet dhe mendoj që është e ulët si përqindje që të ketë gabime dhe abuzime. Raportet e Bankës së Shqipërisë, mbikëqyrja, ashtu dhe raportet nga auditorët e jashtëm, por edhe një pjesë të raporteve të auditorëve të brendshëm të sistemit bankar që publikohen, nuk nxjerrin në pa problematika të tilla. Shto këtu dhe faktin që produktet e sistemit bankar shqiptar janë të varfra në përdorim nga anë e konsumatorit, lidhur kjo dhe me kulturën ekonomike modeste që ka sot për sot, le të themi, konsumatori shqiptar. Duke patur më tepër produkte të ofruara dhe të përdorura, ulet ndjeshëm mundësia e gabimit, mundësia e abuzimit. Sot, nëse do të pyesësh një njeri cilat janë produktet apo shërbimet që ofron një bank, të gjithë do të përgjigjen kredi apo një depozit apo një kredit kartë, kështu që këto janë produkte më të përdorura, ndërkohë që bota jashtë ka evoluar akoma më tej, ku përdorin që nga kredit absolutisht dhe deri tek safe boxet ku fusin atë diplomën e shkollës, le të themi, apo një kontratë të rëndësishme të tyre. Kështu që duke patur përdorim të reduktuar të shërbimeve bankare për arsye të caktuara, të cilat ma më ndjedhë një emision të tërë që ti trajtosh, gabueshmëria e stafit bankar nga ana njerëzore po edhe enkas me qëllim është e vogël. Është e vogël për këto arsye që unë lart përmenda. Kështu që mendoj për ta mbyllur nuk ka, le të themi, mundësi të mëdha ose janë te të vogla për mos të nxjerroj që të ketë abuzime, por nëse ka ato kapin në kohë rekorde dhe rikuperohet, kështu që. Ndërkohë që edhe Meti ka dalë shpesh që ka dhe ndjekje penale për ata që abuzojnë pikërisht me pozicionet e tyre në bankë në Shqipëri. Është vepër penale, kupton, nuk është që do banka, është. Zonja Muharremi, ju folët që parë mjaft për trajnimet që ju ofroni punonjësve tuaj, po jam i sigurt që çdo bankë, dhe zonja Ameta i përmendi që bankat ofrojnë trajnime. Këto trajnime punonjësit, a kanë të drejtë kërkojnë themi trajnim për një mungesë që ata mendojnë që kanë në aftësitë e tyre për një themi përdorim të software apo diçka të tillë? Apo gjithmonë janë vendosur nga politikat e bankës? Atëherë, ne nuk e lëm që punonjësi, domethënë pas një kohe të gjatë pune, të kërkojë trajnime për sa i përket anës së teknologjisë. Ajo që ne duam është që të përmirësojmë punonjësin, si do thuash, dhe ta promovojmë dhe ta motivojmë atë për të qenë. Atëherë, siç e thash, në bazë të performancës, e cila gjithmonë përkthehet në pikë, neve shikojmë në fund të vitit ose në fillim të 6 muajorit parë, shikojmë se cilët janë këto individ të cilët nuk kanë kaluar ose nuk kanë realizuar parashikimet e tyre. Normalisht janë shumë të pakët. Dhe si kjo përvijon dhe nevoja për trajnim. Pra, ne si burime njerëzore shikojmë se ku çalon ky punonjës dhe ku çalon puna e tij, pra që nuk ka arritur të kap këto target, dhe në bazë të këtyre neve si burime njerëzore dhe si një sektori trajnimet procedojmë për të ndërhyrë se ku vërtet ka nevojë, mund të ketë për shembull nevojë në aftësitë e tij të shitjes, sepse është një front office. Dhe në këto moment ne nisim direkt trajnimet për të bërë për sa i përket këtij punonjësi. Pra, ne nuk duam që ta braktisim punonjësin qymet parë, sepse ne duam ta mbajmë, sepse ne kemi investuar për punonjësin deri më sot. Por gjithmonë fillojmë procedojmë në trajnimin e këtij punonjësi. Dhe pas këtij trajnimi, pra ne, si thuash, jemi si ai doktori që duam të kapim atë sëmundjen përpara kohë për ta shëruar,
por dhe në fund fare, pasi bëhet ky trajnim, gjithmonë i japim dhe një 6 mujor tjetër kohë këtij punonjësi, dhe në qoftë se në këtë 6 mujor ky punonjës ka performuar goxha mirë, atëherë për neve është diçka. Normalisht diçka shumë e mirë. Normalisht që neve kemi dhe trajnime siç janë jashtë Shqipërie, që kjo është dhe për drejtuesit e departamenteve, por do të thoja që nuk lë këtu pa përmendur dhe pjesën tjetër që është front office. Gjithashtu, patjetër që punonjësi mund të shikoj trajnime, por ne si burime njerëzore jemi ato sepse i monitorojmë në çdo kohë se ku këta punonjës kanë vërtet nevojë, pra ku kanë vërtet nevojë për t'u përmirësuar, sepse duke investuar në këto punonjës ne investojmë dhe në institucionin tonë për të ecur edhe më përpara. Ndërkohë, një ndër motivimet ose pagesa është kryesore për të motivuar punonjësit të punojnë më mirë dhe nuk do i pyes specifikisht, por para se të pyes pagesa, do të bëj një pyetje për orarin që kanë punonjësit në sistemin bankar. Të gjithë kemi miq që punojnë në sistemin bankar dhe ankohen që oraret janë të zgjatura përtej asaj që është nënshkruar themi në kontratë. A është e vërtetë kjo? Unë them se ankesa ka nga njerëz që ndonjëherë nuk dua të paragjykoj, por them se një tetorash është më se mjaftueshme për të mbyllur punën e ditës. Pra, ne po të duam, po të rrim në punë normalisht 24 orë që do rrim në punë 24 ne do punojmë. Por përderisa ne na është dhënë një detyrë, unë them se brenda një tetorashi është më se mjaftueshme dhe e kemi matur dhe këtë, madje ne shpeshherë kemi vënë dhe një orar pushimi dreke, dhe them se është mos e mjaftueshme një tetorash për të kryer të gjithë punën e cila është caktuar për Patysh, nuk po them që po ankojmë për tetorashin, po ankojmë mbi tetorashin. Mbi tetorashin, ajo mund të ndodhë normalisht, siç i ndodh institucionit bankar, mund të ndodhi dhe shumë të tjerëve, por unë them se vërtet që këto janë ankesa që jo se nuk i marrin për bazë, normalisht merren për bazë, por që them se punonjësi është mjaft, një punonjës është mjaft i aftë në momentin që ai e shfrytëzon tetorashin e tij. Ndodh që mund të ketë dhe jashtë orarit, por kjo është për arsye, për çështje pune normalisht. Që nuk është treguesi i mirë, apo treguesi i mirë nëse rim pas tetorashit. Pra nëse i mbarim brenda tetorashit, quhet që është efikas. Po nëse Patjetër, por thash ndodh dhe kjo ndodh në sistemimin kjo ndodh si thua në sistemimin e punës së tyre të përditshme. Por megjithatë, politika e bankës tonë ku jam punësuar, aplikon dhe pagesën e orëve të jashtë orarit. Është lajm mirë, po. Sot ja galli nga eksperjenca juaj, është e vërtetë kjo? Shiko, nuk mund ta ndash me thikë, është apo jo e vërtetë. Në atë varet në çfarë departamenti punon, varet çfarë ngarkesë ka, sepse mund të jesh në një front office, gjatë gjithë ditës nuk të vinë klient në bank, por në momentin që të vinë klient në le të them 5 minutat e fundit ti je detyruar që ti shërbesh. Por përgjithsisht ka raste që të i kalojnë orarin e punës. Tani kjo ngelet varet nga banka në bankë. Ne mund të flasim dhe më vonë në bazë të anketimit që është bërë në sistemin bankar, por përgjithsisht bankat, sidomos bankat e mëdhaja dhe se nuk mund ta ndaj serioze jo serioze, absolutisht sistemi bankar shqiptar i ka gjitha banka serioze, por varet edhe nga gjendja financiare e secilës, përgjithsisht paguhen overtime-et, oraret mbi ose puna jashtë orarit të punës. Kështu që varet nga banka në bankë, çfarë politika është ndjek, çfarë ngarkesë ka, varet mund të jetë dhe sezoni i ngarkuar. Ndërkohë nuk e di nëse do të shtojmë ndonjë gjë për këtë, po të vazhdojmë me pyetjen. Unë diçka doja ta shtoj në fund. Unë nuk di në fakt ndonjë industri që nuk ka punonjës që rinë jashtë orarit. Ose fare pak. Sepse kjo është e lidhur me një gjë shumë thelbësore. Ka njerëz, domethënë, ka individ bën organizatës që janë marrë, themi, është punësuar krahu i punës, dhe krahu i punës komandohet, fillon në një orar, mbaron një orar, dhe ka individ që është punësuar mendja. Në sistemin bankar shumica e të punësuarve janë që është punësuar mendja. Dhe lidhur edhe me procesin e trajnimit, mendoj që një pjesë të konsiderueshme e orarit të qëndrimit në bankë ose në ambientet e bankës,
të punonjësve lidhet jo aq shumë me ushtrimin e aktivitetit teknik të një shërbimi ndaj klientëve, po edhe me zgjerimin e njohurive të tyre, me studimin e rregullorit të caktuar, me studimin e manualeve të caktuar, me të mësuarit e një procesi pune të ri që një koleg e ka përvetësuar dhe është duke ngjallur interesin e kolegu tjetër për ta mësuar dhe atë gjë të re. Kështu që nuk mund ta ndash me fik. Mendoj, por një gjë është e vërtetë. Dhe këtë mund ta them me siguri dhe jam e sigurt do thoni lajm i mirë, nëse se organizata i kërkon punojësit të qëndrojë jashtë orarit për shkak të shërbimit të aktivitetit të mirëfill, gjithmonë e paguan si një punë jashtë kohës normale. Nëse individi qëndron me dëshirën e tij sepse është duke bërë një punë plotësuese për trajnimin individual ose të kolegut, natyrisht që këtu s'kemi pse të bëjmë fjalë për një sistem pagese të punës jashtë orarit, sepse gjithsecili dëshiron të investojë për veten e vet. Dhe kjo është pjesë e investimit në veten tënde dhe jo pjesë e ushtrimit të punës së përditshme për cilën ti paguhesh. Ndërkohë, si është pagesa? A janë punonjësit në sistemin bankar shqiptar të motivuar mjaftueshëm? Kjo punë e pagesës për punor tetor dhe më shumë për tetor. Punë e pagesës është subjektive nga bank në bank, nga institucion në institucion, nga individi në individ. Qofse po marr kot një shembull, 1 lek ti e shikon shumë, dikush mund ta shikoj pak e kështu me radhë. Por një gjë është e sigurt, të paktën nga studimet që janë kryer, po marr Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se ne jemi shumë larg nga konceptimi i të punuarit dhe nga tregu që ekziston. Një studim i kryer në 2003 me 19500 punonjës të larguar nga puna. Jam pyetur menaxherët, drejtues të kompanisë, cilat mendonin që janë arsyet e largimit të këtyre punonjësve nga puna në këto vite, nga viti 1996 deri në 2003. Dhe sipas këtij studimi, 89% të menaxherëve mendojnë që largohen për para, pra për një pagë më të lartë. Dhe vetëm 11% e menaxherëve mendojnë që largohen për arsye të tjera. Dhe realiteti shkret e kundërta. Vetëm 12% e këtyre punonjësve largohen për më tepër para, dhe pjesa tjetër, pra 88% largohen për arsye të tjera. Kjo të lë të kuptosh që realisht nuk është vetëm pagesa ajo që e mban një punonjës të lidhur me sistemin bankar. Pagesa është primare për individ të caktuar në kushte ekonomike të caktuara, por realisht në një sistem bankar ku kalon, jo vetëm në sistem bankar, por në çdo punë ku kalon pjesën më të madhe të ditës, 8 orë, 9 orë, 10 orë, duhet edhe një ambient social, një ambient i komunikueshëm, ku marrëdhëniet ndër personale, midis departamenteve të caktuara, midis njësive të caktuara, të kenë mirë funksionim në mënyrë që të mos ketë shkaqe të tjera për largimin nga puna. Unë po përmend disa nga arsyet, cilat janë për largimin nga puna, ose më saktë cilat janë këto arsye që përfshihen në këtë 88%, ato arsyet e tjera. Në realitetin shqiptar, në bazë të një studimi kryer për arsye doktorale. Atëherë, arsye e parë është mënyra e përzgjedhjes së stafit të ri. Përgjithsisht bankat që dhe janë lokomotive e sistemit bankar në Shqipëri kanë politika të mirë organizuara, ashtu siç kanë dhe bankat e tjera. Problemi qëndron në implementimin e këtyre politikave. Okej. Zotja Galliu, bëjmë një shkëputje publicitare, themi sërish se faktikisht ajo që përngrin ju është shqetësim mjaft i dur dhe për menaxherët edhe banka, po edhe për të kuptuar se pse largohen punonjësit nga puna. Atëherë, zonja Zotri, po ndjek kemi emisionin Ora Ekonomike, kapitali njerëzor në sistemin bankar. Themi sërish në studi pas një shkëputje publicitare. Zonja Zotrin, pra kapitali njerëzor në sistemin bankar dhe çfarë është diskutuar në pjesën e parë të emisionit, vihet re që nga të tre të ftuarit, të tre mendojnë që sistemi bankar në Shqipëri ofron pikërisht pra një ndër sistemet më të mira ose industritë më të mira për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe për zhvillimin e kapitalit njerëzor që këto kompani kanë. Zotja Galliu më parë përfliste për arsyet e largimit nga puna të punonjësve në sistemin bankar, dha një studim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku kishte një mos rakordancë midis çfarë mendonin menaxherët dhe arsyet e vërteta pse largohesh nga puna. Po, absolutisht po. Dhe themi në Shqipëri. Themi sërish në Shqipëri. Pra, studimi që është bërë në Shqipëri është me një numër tek 350 të anketuar në sistemin bankar, ndërtuar në një model ekonometrik që statistikisht
mbulon dhe mbështet përfundimet e nxjera me një devijim, mos futemi në tema teknike, pra me një gabueshmëri të pranueshme, i plotësuar dhe i shtri në të gjithë në qytetet kryesore dhe me ato banka të cilat mbulojnë mbi 80% të tregut. Ideja ashtu që arsyet kryesore që njerëzit ose më saktë stafi bankar largohet nga puna janë këto. E para është mendojnë që nuk trajtojnë drejt dhe nuk vlerësojnë korrekt për atë që japin. Por dhe kjo ka një le të themi do ta quaja një trajtim nga ana literaturës. Nëse themi mos trajtimi drejt dhe vlerësimi jo korrekt, shpesh ndodh që në një punonjës i cili ka një kohë caktuar që punon në një vend caktuar, njihet nga ana psikologjike që pretendon më tepër dhe në momentin që ai qëndron në atë pozicion caktuar për një kohë të gjatë, i duket se nuk vlerësohet pavarësisht aftësisë së tij. Në këtë anketim që është bërë, 47% punonjësve të intervistuar mendojnë që nuk trajtohen drejt dhe jo korrekt nga sistemi, nga punëdhënësi. Për të kaluar tek arsye e dytë që është mundësi zhvillimi brenda bankës. Kjo unë do mendoj që është e vërtet për një arsye të thjeshtë, sidomos të vitet e fundit. Nëse në 5-vjeçarin e parë të sistemit bankar apo dhe më tej, flasim mbas viteve 2000, sistemi bankar ka pasur një zhvillim të madh, ka pasur një zhvillim i cili erdhi si pasojë e rritjes ekonomike, si pasojë e nevojës së përdorimit të sistemit bankar. Kështu që ishte e ndjente sistemi bankar të detyruar marrjen e stafit të ri si dhe promovimin e personave të caktuar. Në një moment ku ndodhemi sot që tregu është stabilizuar, ku sistemi bankar ka arritur një qëndrueshmëri dhe një eficiencë të tij në treg dhe zhvillimi i tij nuk është me ato hapa që ka qenë në vitet e para të aktivitetit bankar, normalisht dhe mundësitë e zhvillimit brenda bankës, hapjet e pozicioneve të reja, lëvizja nga një pozicion në pozicion tjetër, apo ikja nga banka reduktohet. Nëse më përpara një punonjës kishte të lehtë që të largohej nga pozicioni i tij punës për të shkuar në një bankë tjetër apo diku jashtë, sot me Shqipëri 2008 se sot me krizën ekonomike, me vështirësimin e treguesve ekonomik të situatës, është pak e vështirë për të lëvizur. Arsye e tretë është që mendojnë se ka në rritje të volumit të punës dhe nuk shoqërohet kjo me një rritje page. Dhe kjo ka një shpjegim. Ka një shpjegim. Vitet e fundit sistemi bankar është dashur të ballafaqohet me vështirësi të caktuara. Kështu që e ka bërë atë punonjës të përballet me situata të cilat nuk i ka patur më përpara. Qofse vite më përpara sistemi bankar ishte në thonjza, jo se nuk është aktualisht, po kishte më tepër le të themi mundësi tregu për të zhvilluar, për klientë të rinj etj. Sot jemi në një situatë ku të gjithë njerëzit mundohen që të zgjedhin le të themi bankë më të mirë, fillon dhe edukimi financiar, janë më selektiv në përzgjedhje e kështu me radhë. Kështu që rritja e volumit të punës ka një shpjegim me situatën ekonomike sot. Është ajo që nëse deri dje e kishe të sigurt klientin, sot në shtimi numrit të bankës, shtimi i produkteve, shtimi i efikasitetit të çdo banke bën që të rritet edhe volumi i punës. Arsyeja tjetër, arsyeja e katërt, është që nuk paraqit me interes pozicioni. Pozicioni i punës së punonjësit nuk paraqit me interes për ta. Përgjithsisht persona caktuar që kanë 4-6 vite pune në një pozicion caktuar, në momentin që nuk gjen hapësira, largohen nga puna. Dhe e fundit është kënaqësia e përgjithshme. Dhe kënaqësia e përgjithshme nuk lidhet domosdoshmërisht me arsyet financiare. Në sistemin bankar shqiptar ka pagesa relativisht të krahasueshme dhe nga anketimi ka dalë që nëse do të bëjmë lidhjen me pagesën, në lidhje me pagesën, 31.14% anketorë mendojnë që pagat dhe shpërblimet janë të krahasueshme me tregun. 60.57% unë kam marrë me dy shifra mbas presje, pavarësisht se janë individ, por për të qenë në rregull, mendojnë që ka mundësi për përmirësim të pagës së tyre, pavarësisht se pranojnë që situata ekonomike sot është në pikpyetje në lidhje gjithmonë në lidhje me krizën, me krizën e eurozonës, ne shikojmë dita ditës që vendet tona fqinje hasin dhe dalin në publikime dhe në deklarata që kanë vështirësi.
por sistemi bankar shqiptar, një gjë është e sigurt që vazhdon të jetë i qëndrueshëm, vazhdon të ketë rritje absolutisht, vazhdon të ketë një staf bankar i cili ka fituar eksperiencën e dur, ka të pakënaqur absolutisht, siç mund të ketë në çdo lloj industrie, por paga nuk është një ndër arsyet kryesore pse largohen punonjësit. Sipas këtij anketimi, kënaqësia e përgjithshme është arsyeja kryesore që largohen. Paga renditet e katërta në elementet përkatës. Zonja Muharremi, nuk e di nëse po mbani shni nga ky anketi dhe mund ndoshta ju ndihmon në punën tuaj. Faktikisht nuk e di nëse keni një lloj reagimi nga punonjësit tuaj pikërisht për kënaqësinë në punë apo për pagat më shumë. Atëherë, unë në faktikisht do të më keni kapur në ditën ku jo më larg se sot ne kemi shpërndar një formular për të anketuar dhe për të parë kënaqëmërinë e personelit. Domethënë kemi bërë një formular i cili është gjithmonë anonim, plotësohet nga punonjësit dhe do të flisja më me shifra, por sot ne sapo e kemi shpërndar dhe presim rezultatet, pra do të shikojmë. Jo, nuk është anketimi parë, ne çdo vit bëjmë një anketim të tillë, pasi duam të shikojmë se vërtet ku janë këto punonjës dhe çfarë realisht dëshirojnë këto punonjës, ku duan të shkojnë në karrierën e tyre, pra sa duan të ecin, ku duan të, sepse çdo njeri ka një plan të caktuar individual karriere. Kështu që normalisht ne nëpërmjet këtij anketimi, i cili u shpërndajë më larg se sot, dëshirojmë që të shikojmë që vërtet se sa të kënaqur janë këto punonjës nga kjo kupol drejtuesish që janë mbi to. Gjithashtu, për sa i përket pakënaqësisë tyre, realisht banka ku unë bëj pjesë është ndjek një politikë që primar ka punonjësit e tij të brendshëm për t'i promovuar. Pra, ne kemi një politikë të tillë që nëse do të ketë një vend vakant, pra nga një front office që mund të ketë aplikime në drejtoritë përgjithshme qendrore, gjithmonë ne jemi shumë të prirur për sa i përket promovimit të stafit tonë të brendshëm. Kjo e para sepse ka eksperiencë, një vërtet nga brenda të gjitha problemet, të gjitha produktet që banka jonë aderon, pra ndaj dhe ne jemi gjithmonë, si thua, pozitiv për sa i përket primar, për sa i përket promovimit të stafit tonë. Pakënaqësi, gjithmonë pakënaqësit ndodhin, jo vetëm në sistemin bankar, po në çdo sistem tjetër, institucion tjetër, por megjithatë duke parë tashmë, sepse shikojmë që vërtet jemi në një periudhë krize dhe tregu punës është kufizuar mjaft, unë një periudhë krize, ndërkohë që fitimet e sistemit bankar janë do më të larta në gjithë industritë në Shqipëri, pra kriza nuk ndjehet në sistemin bankar. Pikërisht, dhe unë këtë dua të them. Madje në sistemin bankar kanë ardhur dhe domethënë kanë aplikuar dhe vërtet njerëz që janë profesionistë, por që shpeshherë unë dëgjoj nga gojët e tyre dhe vërtet më vjen keq sepse janë njerëz të cilët ose më saktë individ të cilët janë shkolluar jashtë, jo se kam diçka kundra shkollimit brenda Shqipërisë, por që vërtet kanë dhënë një kontribut jashtë dhe në momentet që vinë këtu, vinë vërtet të paorientuar dhe në momentet që ne i marrim në një intervistë duke ditur që tregu është goxha i kufizuar, më vjen keq kur dëgjoj nga gojët e tyre shikoj se unë edhe me këtë pak futem. Megjithatë, unë ajo çfarë dua dhe më pëlqen është që t'i kapim këto individ që vërtet dhe pse ka një eksperiencë nga jashtë, neve duhet t'i ndihmojmë dhe duhet t'i rekrutojmë për të marrë dhe eksperiencën e tyre. Ndërsa nuk jam kundra dhe për që të aplikojnë në bankën tonë, por primar gjithmonë ne kemi stafin, pra duam të promovojmë stafin tonë të brendshëm, i cili mos të ketë, kjo përvijon që mos të ketë pakënaqësira, që dhe ato vetë mos mërziten dhe në thonjza mos të dembelosen në vendet e punës së tyre, por gjithmonë duke aplikuar, madje ne aplikojmë dhe ndërimin nga një specialist në një departament tjetër, kur periudha është e gjatë në qëndrimin e tyre, prap gjithmonë kjo është e vlefshme sepse ti mëson gjithmonë diçka të re nga një departament në tjetrin, pra nga një departament shitje në një departament
që është asnjëherë nuk lodhesh, thoni ju, mund të mësosh gjithkohon dhe të jesh në rritje profesionale. Në rritje profesionale. Ndër shumë faktikisht kemi pasur goxha mesazhe nga qytetarët dhe një ndër to është specifike me krizën që do ju përmendet. A ka trajnime specifike për përballimin e krizës nga sistemi bankar? Pra punonjësit a kanë trajnime nga bankat? Nuk e di nëse keni ndonjë informacion apo dhe banka juaj pastaj. Su të e ka dhjo? Jo, unë do bazosh atë anketimi që është shkruar mbi trajnimin. Përgjithsisht edhe njihet realisht momentet e vështirësisë të situata ku operon një bankë e caktuar, shtohet dhe trajnimet. Por ka politika të caktuara çdo bank në varësi të performancës së gjithë secilit. Pra, qofse një bank çalon në një pozicion caktuar, në një furtë caktuar apo në një operacion caktuar, atëherë aty dhe nxit trajnimin. Trajnimet janë nga më të ndryshmet, zonjat prezente janë më brenda fushës së trajnimeve në sistemin bankar, por problemi qëndron që nuk mendoj që sot në sistemin bankar ndodhin trajnime në bazë gjithmonë të anketimit mbi tregun bankar, pra ose jo trajnim, do të thoya takime informuese, të stafit mbi tregun bankar. Pra, nuk ka një, le të themi, një njohje kur them të stafit, nuk heq ose përjashtoj pozicionin drejtues absolutisht, por dhe ai arktari dhe ai front office dhe një person i cili në një deg në qytete periferike të ketë informacion se ç'ndodh realisht në tregu bankar. Të di brenda Shqipërisë, jo për krizën globale. Jo për krizën globale. Kështu që unë dhe studimi nxjerr si një rekomandim që duhet të ketë takime informuese të vazhdueshme të gjithë stafit pa përjashtim në çfarëdo lloj dege qoftë ai, në Vlorë, në Gjirokastër, në Shkodër shumë e radhë, për situatën ekonomike dhe për tregun bankar. Sepse duke patur informacion më detajuar, duke patur një njohuri më të përgjithshme, atëherë ai është dhe më në gjendje dhe të përballet me një person i cili mund të shkojë në tavolinën e tij. Mund të marrë dhe vendime të cilat mund të jenë më të pjekura, por gjithashtu dhe mund të planifikojë punën e tij në një formë më eficiente sesa thjesht duke ditur që shiko kjo procedurë pune bëhet në këtë lloj mënyre manuale dhe kështu do operojë. Sepse banka në fundit është institucion privat dhe si çdo institucion privat ka si qëllim maksimizimin e fitimit. Dikush mund të thotë që shikon ne duam në sistemin bankar, mund të marrim dhe persona që nuk janë të shkolluar apo nuk janë të mirë trajnuar. Unë i mësoj këtë pozicion të caktuar pune, sistemi nuk e lë që të gaboj dhe ul kostot e mia. Në aspektin mikro, kjo mund të jetë pozitive. Por pa në këndvështrimin makro dhe në periudha fatgjate do të jetë shumë herë më mirë që sistemi bankar të afrojë rreth vetes persona të kualifikuar. Dhe një nga të dhënat që ekzistojnë ka persona të kualifikuar në sistemin bankar. Ajo që unë shikoj si një problem është mos, le të themi, ose problem, nuk është problem, por do doja që të ishte të shfaqin, të publikonin të dhëna mbi stafet e tyre. Po, do flasim pak më vonë faktikisht. Zonja Ameta, faktikisht zotja Gati duket sikur është pak në kontradiktë me atë që thatë ju çfarë, që ju thatë punonjësit janë të mirë informuar mbi objektivet e bankës, që normalisht do të thotë që janë të informuar dhe çfarë po ndodh me tregun bankar. Jo, për bankat. Jo për gjitha bankat. Po në anketim duket sikur në tërësi duket sikur është problem që vjetre apo jo? Jo, ka përqindje të caktuar për të sqaruar diçka. Në trajnim në objektivat e bankës është tjetër gjë dhe trajnim dhe informim për tregun është tjetër gjë. Pra kur informimi i popullatës. Jo, informimi i stafit bankar për situatën e tregut bankar. Një ndër pyetje që ka pikërisht a ka trajnime për krizën ekonomike për bankat? Në përgjigje të kësaj pyetje nuk mund të ketë trajnime për krizën, se kriza është një emër që ka brenda vetes, çdo thotë të mbrohesh nga kriza, do thotë të menaxhosh riskjet. Do të thonë dihet kush janë llojet e riskeve që banka duhet duhet menaxhojë riskun e kredisë, duhet menaxhojë riskun e normat të interesit, duhet menaxhojë riskun e likuiditetit, duhet menaxhojë riskun operacional. Pra, të mbrosh bankën nga kriza do të thotë menaxhosh mirë të gjitha këto riske që unë përmenda dhe që kryesisht janë 4. Dhe këto janë si thua roli jetësor i asaj që në çdo bankë quhet ALCO ose dhe kjo ALCO është një strukturë, një komitet brenda çdo banke e cila ka për detyrë të menaxhojë aktiv pasivin e bankës. Menaxhimi aktiv pasiv përmban brenda vetes në fakt menaxhimin e 4 këtyre riskjeve.
Nëse këto katër riskje menaxhohen mirë, do thotë që banka është e mbrojtur nga kriza. Për shembull, kriza e sistemit financiar lidhet kryesisht me mos menaxhimin e mirë të krizës së të riskut të kredisë. Po menaxhove mirë riskun, natyrisht e çon bankën përpara një situate e cila mund të jetë edhe krizë financiare, por nëse flasim për sistemin bankar në Shqipëri, unë mund ta them pa frikë fare që sistemi bankar në Shqipëri nuk është prekur nga ajo që quhet krizë financiare. Sigurisht, sistemi bankar ka probleme të menaxhimit të riskjeve të veçantë, dhe ndoshta ju keni dëgjuar edhe për normën e kredive me probleme e cila është duke Kjo është pyetja që është duke u rritur. Dhe jo të gjitha bankat faktikisht kanë në të njëjtën normë. Kjo është mesatare sistemi bankar. Kjo është mesatare sistem. Do të thotë që afërsisht 20, do të thotë që disa banka e kanë menaxhuar më mirë riskun e kredisë, disa banka e kanë menaxhuar më keq. Sistemi në mesatare është afër 20%, por ama sistemi bankar nuk është në krizë financiare, kështu që mos ta përdorim këtë fjalë, sepse nuk i takon sistemit ton bankar, jo ndoshta për shkak se bankierët tanë kanë qenë më të talentuar se bankierët e bankave europiane ose amerikane, por për shkak të zhvillimit të tregut financiar, tregut bankar në Shqipëri që nuk është aq i sofistikuar sa të na kishte ekspozuar përpara atij lloji risku. Kështu që fal fazës jo të sofistikuar të zhvillimit të sistemi bankar ose të tregut të produkteve bankare, ne jemi të mbrojtur nga kjo krizë dhe duhet t'i gëzohemi kësaj sot për sot. Ndërsa kur nëse flasim për trajnimi, pra do të thosha që menaxhimi i këtyre riskjeve bëhet nga kupola e çdo banke e cila në pjesën dërmuese përbehet nga ekspert të mirëfill të fushave, që nuk mendoj që ka nevojë për trajnim, ata sigurisht ka nevojë për si thua zgjerim të vazhdueshëm të njohurive dhe të eksperiencave, që të mësojnë nga eksperiencat e gabuara të tjerëve, por që kjo lidhet me një numër të kufizuar të menaxhimit të lartë të bankës. Nëse flasim për stafin në përgjithësi, atëherë ata trajnohen për specifika të roleve që kanë brenda bankës dhe ndoshta në plotësim edhe të pyetjes suaj paraardhëse, kur përcaktohen nevojat për trajnim, janë gjithmonë 3 aktorë. Po flas një organizatë të mirëfill që bashkëpunojnë. Është struktura respektive burime njerëzore e cila ka për detyrë të organizojë trajnimin si koncept, si etër, janë menaxherët që duke mbuluar njësi të caktuara brenda bankës e din fare mirë çfarë i mungon secilit nga stafi vet dhe ata i japin opinionin e tyre për secilin nga stafi që ka në varësi. Secilit nga ata mund të ketë një mangësi, një fushë të caktuar që s'ka lidhje me kolegun tjetër, ama këto nevoje përcakton menaxheri i cili ka vënë re që gjatë punës për të realizuar objektivat, diçka ka qenë e mangët në njohuritë e stafit vet. Dhe pastaj është edhe individi që merr trajnimin, që duhet jetë i dëshiruar për ta thithur këtë trajnim. Të tre këta së bashku vendosin kush janë nevojat për trajnim. Të tre këto aktor. Dua t'i pyes faktikisht që lidhet me krizën dhe me rritjen e kredive me probleme dhe të këqija. Themi që ka arritur 20% në sistemin bankar. Sot, apo rishihet dhe një mënyra se si jepen kredit, pra politikat e dhënies kredit, që kush e merr vendimin për dhënë kredi, pra a janë punonësit në cilit nivel jepen këto kredi, a janë punonësit të trajnuar apo të aftë të gjykojnë nëse kredia është e mirë apo e keqe. Dhe pyetja e dytë që lidhet pra është mënyra se si janë dhënë kredit është faj i bankës që i ka dhënë bizneset të cilat nuk ishin të mira, apo është faj i krizës apo i goditjes negative në sektor të caktuar të ekonomisë? Pyetja shumë e gjerë dhe do vetëm për të thënë që cilësia kapitali njerëzor është i aftë që të vlerësojë. Sepse ndoshta për të përgjigjur shkurt do thosha ka vend për të rishikuar secilën nga këto pjesë që ju përmendët, por nëse do të flisje në një mesatare, mendoj që në mesatare ky portofol i kredive problematike lidhet më së shumti me nivelin e zhvillimit të ekonomisë tonë. Së pari, jashtë ka të bëjë me jo, me ekonominë tonë. Jashtë sistemit bankar. Ndoshta sistemi bankar do të thënë ka gjërat veta për të përmirësuar, por nuk mund të them që tani që është evidentuar një normë, po themi afër 20% e kredive problematike, bankat diçka kanë ndryshuar në politikat e veta, sepse në thelb ato janë kriteret e kreditdhënies mbeten të njëjta. Po ato analiza financiare ekonomike, po ato tregues për kolateralin, vetëm se tani
kur një klient i drejtohet bankës për të aplikuar për një kredi, i njëjti klient që ndoshta ishte drejtuar dhe 2-3 vjet të shkuara, tashti mbart me vete një histori tjetër ekonomike, nga ajo që kishte para 2-3 vjetësh. Dhe natyrisht që banka nuk mund të ketë të njëjtin përgjigje për të njëjtin klient, kur situata ekonomike financiare e tij ka ndryshuar dhe ndoshta kur projekti i biznesit të tij nuk ka gjasa që të rezultojë suksesshëm sipas parametrave ose sipas për llogaritjeve që banka bën, e para dhe e dyta, kjo periudhë, themi 10 vjeçare që ka qenë piku edhe i periudhës ku bankat filluan të japin kredi, shqiptarët filluan të merrin kredi, filluan të mësoheshin edhe me kulturën e kredisë. Mesatare në Ballkan, pse kredinë probleme në Shqipëri. Nuk di ta them, s'dua që të flasim nxituar në lidhje me krahasim me Ballkanin, por do të thosha tjetër gjë. Do të thosha që këto 10 vite histori të procesit të kredidhënies nxorën në pa dhe shumë probleme që kanë të bëjnë me ndoshta me legjislacionin, siç kanë të bëjnë problemet e ekzekutimit të kolateraleve, të cilat i bën bankat që të jenë tani më të kujdesshme në çfarë lloj kolateralesh të pranojnë, sepse ato eksperimentuan dhe panë që jo çdo lloj kolaterali sipas legjislacionit shqiptar mund të jetë i ekzekutueshëm. Kështu që kanë një histori që i bën të mbrohen më mirë ndaj këtij risku. Sepse nuk ka ndryshuar filozofia dhe metodologjia e procesit kreditdhënies. Zonja Muharremi, një pyetje tjetër që vjen nga publiku ka të bëjë me etikën e klientëve. Ju çfarë folet që çdo punonjës në bankën tuaj, por besoj se është në çdo bankë në Shqipëri, çdo punonjës ka një objektiv për sa i përket rritjes së kapitalit apo varet çfarë punë ka. Por sa etik janë ata në arritjen e këtij objektivi? Dhe a e masni dot ju pikërisht marrëdhënien që ka një punonjës me klientin? Atëherë, banka jonë, megjithatë për shumë nuk doja ta thoja, por si çdo bank tjetër, shumë banka të tjera, ne aplikojmë një mystery shopping. Pra, një mystery shopping ku neve në mënyrë indirekte kontrollojmë punonësit tanë, pra se si ato arrin të sillen me klientët. Shpesh herë në këtë mystery shopping neve shikojmë dhe vëmë në pa vërtet, shikojmë punonësit tanë vërtet se si ato arrin të komportohen me klientin. Gjithashtu, në bankën tonë është dhe një strukturë e cila është drejtoria e orientimit ndaj klientit, ku shpesher kjo drejtori bën takime, organizon takime dhe në tavolina të rrumbullakta me klient elit dhe klient të thjesht të bankës, ku në të si thua flitet, bashkëbisetohet për të gjitha problemet që ato hasin ose për të gjitha kënaqësitë apo pa kënaqësitë që mund të kenë për bankën, për sa i përket këtyre. Absolutisht nuk mendohet që një staf banke të jetë jo etik në karshi, përballë klientit. Ekziston filozofia që klienti është mbret, ndërkohë që kinezët shkojnë akoma më tej dhe thonë klienti është zot. Kështu që dhe në sistemin bankar, sidomos në këtë periudhë, klienti shifet realisht si zot. Nuk di nga raportimet nga çdo bank ka atë kutin që çdo klient i pakënaqur vendos le të themi pakënaqësitë e tij për shtypjet për shërbimin. Gjithashtu sot klientët përdorin edhe komunikimin vertikal shpeshherë, duke ditur që janë sensitiv sidomos kundrejt paras. Kështu që në këtë këndvështrim nuk mendoj që ka vend për mos patje etike të stafit bankar kundrejt klientit. Ajo që do thoja unë ndoshta do të ishte në lidhje me le të themi me që sa kulturë ekonomike ose sa javë duhet jetë stafi bankar, sidomos front office që të përballet me persona që nuk kanë një kulturë ekonomike për t'i shpjeguar, le të themi, të gjithë procedurat e implementimit të një produkti apo të një shërbimi, që nesër pas nesër mos të kemi keqkuptime dhe mos të dalë sistemi bankar si jo transparent. Kështu që ky është një problem vete që duhet të jetë ose më saktë stafi bankar duhet të jetë i kujdesshëm në momentin që ka komunikim, sidomos me ata persona që ndoshta vijnë për herë të parë në bankë apo nuk kanë kulturën financiare të nevojshme për të kuptuar se si funksionon një produkt apo një shërbim. Në mënyrë që të ruhet ajo që sot ekziston transparenca e sistemit bankar, aq më tepër që është një element shumë i rëndësishëm dhe që kërkohet me ngul nga banka e Shqipërisë. Ndërkohë ju folet çfarë edhe për ndoshta një listë të punonjësve pra të jetë online dhe sa do ndihmonte kjo në transparencën në përmirësimin e kapitalit njerëzor. Unë shoh
mendoj të arsyeshme që ashtu si shumë institucione ndërkombëtare që qoftë financiare kanë të listuar stafin e tyre që punojnë, shoqëruar kjo ndoshta edhe me CV-t përkatëse, në mënyrë që një person i cili ka një sasi të caktuar parash, ose një person i cili do të investoj të mos shikoj le të themi vetëm bordin drejtues të një banke, por të ketë më tepër informacion kush është ai person që punon atë bankë. Pra do të ishte mirë që bankat të kishin të listuara në sajtet e tyre apo nuk e di në ambientin e tyre. Se do ishte pak e vështirë se janë 600 punonjës për një bankë, ishte ka banka që kanë minimi, po të paktën minimalisht një pjesë të mirë të tyre duhet të listohen minimalisht si emra. Nuk është se sot sistemet kompjuterike ta bëjnë të thjeshtë, sepse menaxhohen le të themi në Amerikë dalin publikimet e... Ju mendoni që kjo do ndihmonte në besueshmërinë që ka klienti ndaj bankës. Shpesh dëgjojmë që ai është pa shkollë punon atë bankë, tjetri ka hyrë me mikë, me shok dhe politika të tilla. Pra është një praktikë që do t'i përshtatet kulturës shqiptare. Në momentin që ti publikon stafin tënd, në momentin që ti publikon CV-n e personit që përfaqëson ty si bank, atëherë nuk ka më vend për hezitim, sepse është shumë e thjeshtë. Nëse unë shikoj një staf bankar të kualifikuar, të mirë trajnuar, me një eksperiencë caktuar, nuk mund të ngrej mundësime për atë bank apo bank tjetër. Sot realisht në sajtet e bankave janë të publikuara bordet drejtuese të bankave me CV-t përkatëse, me kualifikimet përkatëse, por që unë mendoj që do të rrisë besueshmërinë, do të ishte amundësimet negative që janë për stafin e sistemit bankar. Zonja Muharremi, nga eksperjenca juaj, a është kjo e mundshme dhe a do të sillte ndonjë efekt pozitiv apo? Atëherë, gjërat e reja gjithmonë janë gjëra risi pozitive. Për sa i përket asaj që thotë Arbri, jam shumë dakord, por të ekspozosh CV-t e një stafi, them se e cili për shumë aktualisht banka ime tani që flasim përbëhet për 603 punonjës dhe të ekspozosh CV-t e tyre të gjitha në një sajt, them se është pak e vështirë. Por fillimisht... Por jo e pamundur, do thoya. Jo, e pamundur asgjë nuk është e pamundur. Por fillimisht mund të thoya që ka vërtet CV-t e stafit drejtues, në të cilët një punonjës i cili është interesuar të aplikojë mund të klikojë në sajtin e bankës dhe aty shikon të gjithë CV-t dhe të gjithë kualifikimet që ka ky bord drejtues, që normalisht kur përzidhet një bord drejtues përzidhet gjithmonë me pritshmëri më të larta. Më pas është vetë individi apo aplikanti ai që zgjedh bankën, sepse ne shpeshherë kur bëjmë ato pyetjet tona në intervista që pse ju zgjodhët bankën tonë, saqë ndonjëherë na duket vetja sikur bëjmë pyetje në konkurse misesh me këtë pjesë, por vërtet ne bëjmë për të parë se çfarë njohurish ka ky për bankën tonë dhe se sa thellë i ka hyrë ky individ bankës tonë, sepse personalisht nëse do të aplikoja në një vend pune në bankë, e cila edhe unë si gjithë studentët që janë aktualisht edhe unë të njëjtën gjë kam bërë, fillimisht jam thelluar në historikun bankar. Kjo jo vetëm në sajte, por edhe duke u bërë pse jo dhe kliente e kësaj banke, normalisht. Do më falësh, unë do bëja një replik të vogël me Denadën. Sot një student i cili mbaron studimet nuk e ka luksin që të aplikojë në një bank dhe një bank tjetër mos s'do aplikojë. Sot një student i cili mbaron studimet aplikon jo vetëm në bank, por në çfarëdo lloj institucioni tjetër që i shfaqet mundësia. Kështu që pyetja që pse aplikonin te banka jon dhe nuk aplikonin në një bank tjetër, ai student unë jam i sigurt që jep të njëjtën përgjigje në të gjitha bankat që shkon, sepse në atë fazë që ndodhet ai student në këtë moment caktuar, primare ka të hyjë në punë. Por nuk e ka luksin që ai ka 4-5 mundësi përpara. Përgjithsisht flas, absolutisht ka raste ku mund të shfaqen disa mundësi dhe ndodhin gjëra të tilla, siç dihen edhe normalisht cilat janë bankat ku janë më të preferuar nga studentët që mbarojnë studimet. Ndoshta nuk do të zgjatim shumë te kjo pikë, në rast se mendoni, por unë do të bëj një pyetje për ju, zonja Ahmetaj. Sistemi arsimor në Shqipëri është përshtatur, themi, për të kualifikuar kapitali njerëzor i cili do jetë i aftë nesër të punojë në sistemin bankar?
Në fakt, unë dëshiroj që t'i përgjigjem pak gjatë kësaj pyetje, ose do mundohem sa më shkurt, po të them të kap dy aspekte. Po të japësh një përgjigje të shkurtër që kushdo në fakt, pjesa më e madhe, është jo, sistemi universitar nuk i përgatit studentët që t'jenë në gjendje të fillojnë menjëherë punë në sistemin bankar. Po kjo në fakt do ishte për mua një përgjigje empirike, sepse nga eksperienca e kaq viteve, të gjithë studentët që fillojnë punë në sistemin bankar dhe që dalin nga universitetet tona, kryesisht po flasim nga ai shtetërori, nuk kanë pasur probleme për t'u adaptuar. Po flas për studentët e mirë, për studentët që e kanë përdorur periudhën e shkollës për të studiuar, sepse në qoftë se ai merr parimet themelore të teorive ekonomike, të financës, të kontabilitetit, nuk ka rëndësi ai ka mësuar ato të aplikuara për bankën apo për industrinë Y, se mund të bëhet fjalë për industri tjetër, ai ka marrë mekanizmat, aparatin, si funksionon kontabiliteti, si funksionon financa, kush janë treguesit kryesor financiar dhe pastaj e ka shumë kollaj që brenda atyre trajnimeve specifike në industrinë, në rastin tonë të bankës, që ai do t'i marrë patjetër nga organizata ku hyn, e ka shumë kollaj që të përshtatet me atë organizëm ku ai ka hyrë dhe që natyrisht ka sill bagazhin, ka sill formimin e përgjithshëm. Përshtatja pastaj është një proces që sado i detajuar të jetë informacioni që ai merr gjatë studieve universitare, përsëri do ketë nevojë për të përshtatur, do ketë nevojë për trajnim në vendin e punës, do ketë nevojë edhe për trajnim specifik të vendit të punës. Tani, sigurisht në sistemin e sotëm universitar disa njohuri praktike ose të ngushta, siç kanë qenë para disa vitesh seminare speciale në lëndë të ndryshme, gjithmonë janë të dobishme, po dhe ato prap brenda vetes mbartin një natyrë teorike, pak më të fokusuar në një fushë të caktuar, po mbeteshin përsëri në natyrë teorike. Pastaj, ndërsa sot me sa di unë për shkak të aderimit në sistemin e Bolonjës, këto lloj lëndësh të ngushta që dikur kanë qenë brenda programit universitar sot nuk janë më, po unë nuk mendoj që kjo përbën shqetësim. Të paktën nuk kemi parë ndonjëherë problem për studentët e mirë të përzgjedhur, të kenë pas vështirësi për t'u adaptuar. Ju mendoni që sistemi arsimor nuk ka pse adaptohet sepse je i pajis me aftësi të dura, je backgroundin, të bën të gatshëm për t'u përshtatur, bile sistemi arsimor për mendimin tim, dikush i mbaron për ekonomik mund të punojë edhe jashtë profilit, sepse ai ka marrë aparatin e të menduarit, aparatin e të përshtatur, eksakt. Kështu që e ka kollaj që të përshtatet edhe në një natyrë pune që është ndoshta larg diplomimit. Por, në fakt, brenda sistemit bankar, por dhe industrive të tjera, ka procese pune të cilat nuk kërkojnë ndonjë përgatitje të sofistikuar teorike. Mund të kenë nevojë për njohuri më të thjeshta dhe më të fokusuara në praktik. Gjithmonë kjo në varësi me aspiratat që gjithë secili çdo i ri apo çdo ore ka për veten e vet. Sa larg do të shkojë në formimin e tij, do ta ketë formimin akademik si thua para përgatitje për të thelluar në procesin akademik, apo do ta ketë atë studim si përgatitje për të pozicionuar në një vend të caktuar konkret puna. Dhe tregu i sotëm dal nga dal po e gjen si thua hapësirën edhe për këtë dyzim të formimit. Për shembull, brenda sistemit shtetëror universitar është hapur një fakultet i studimeve të integruara, që për mendimin tim është një gjetje shumë e mirë, sidomos për sistemin bankar, i cili përmes sponsorizimit të një numri të caktuar të studentëve të kësaj shkolle përgatit paraprakisht stafin e vet të ardhshëm, duke e profilizuar në ato fusha të cilat ka nevojë dhe në vend që të investojë më tej për trajnimin në detyrë ose për trajnimin specifik mbasi ta ketë rekrutuar, e ka bërë tashmë gjatë periudhës së studimeve. Kështu që në një farë mënyrë është edhe përgatitje specifike për profilet e ngushta të bankës së vet, po edhe një kursim për trajnimin e shtuar që do t'i bënte një studenti për shembull nga një studim tradicional universitar. Kështu që i qëndroj parimit që nuk ka problem në formimin universitar të rinjve tanë për të përshtatur në sistemin bankar. Faktikisht, unë do dalë me ju me të njëjtin mendim, pasi fakti është që ose thuhet që sistemi bankar ka fitim, është suksesshëm, atëherë edhe kapitali njerëzor është arsye pse është suksesshëm, atëherë tregon që shkolla ka bërë detyrën e saj, pra është nuk është adoptuar për sistemin bankar, por është aftë pra që të krijojë kapital njerëzor të dur për të përshtatur brenda sistemit. Zotja Galli, unë do doja të shtoja diçka tjetër. Absolutisht shkolla ti jep backgroundin teorik, backgroundin që ti mundet të përshtatesh nëse pastaj në tregun e punës në pozicione të caktuara. Por mirë do ishte që
të kishte një bashkëpunim midis institucioneve financiare, konkretisht sistemit bankar dhe institucioneve mësimdhënëse, për të mëshuar më tepër në ato problematika që evidentojnë pasi ky student del në tregun e punës. Unë nëse mund të jap një shembull të Universitetit Evropian të Tiranës, i cili ka ngritur bordet e punës ku përfaqësues nga institucione të caktuara, qoftë financiare dhe jo vetëm, krijojnë ose kemi le të themi marrëdhënie periodike për të na dhënë cilat janë problemet që ata shohin tek studentët që hyjnë në tregun e punës. Kjo do të bëjë që në atë që zonja Natasha quajti seminare speciale, ku në vitet e fundit të studimit afrohesh më tepër me anën praktike të punës, të korporohet dhe të bashkëpunohet dhe të mëshohet atyre problemeve të cilat evidentohen në brezat e dalë më përpara. Kështu që një bashkëpunim midis sistemit bankar dhe sistemeve edukuese në Shqipëri do të përmirësonte absolutisht. Ndërkohë, zonja Muharremi, ju e keni besoj më të lehtë të merreni me individ kur bëni negociata për kontrata, sesa të merreni me sindikata. A funksionojnë sindikata, do të funksionojnë ndonjëherë, si mendoni? Mos trego pesimist, sepse gjithmonë është një herë e parë, por për sa i përket individit, për sa i përket në negocimit të kontratave apo të pagesës, gjithmonë kjo bëhet në bazë të pozicionit që individi është përzgjedhur për të punuar, sepse normalisht ka pozicione të cilat paguhen me një mesatare të caktuar dhe gjithashtu ka dhe pozicione më të larta që paguhen diçka më tej. Normalisht që ka negocime me punonjësin dhe me individin. Kështu që gjithmonë ne jemi të prirur që në këto negocime të bëjmë bashkërisht dakord, në mënyrë që dhe puna të jetë sa më efektive dhe sa më frydhënëse, dhe të dyja palët në fundit të jemi të kënaqur për këtë kontratë që ne lidhim. Në përgjithësi sindikatat në vendet krahasueshme me Shqipëria në ato industri që ka probleme. Në Shqipëri, ashtu siç e tham, sistemi bankar është i mirë orientuar, i mirë kontrolluar, stabil, me ndonjë përjashtim të vogël. Ajo që unë do doja që bankata ose sistemi bankar ta shikonte kapitalin human, mos të shkëputej nga ai mentalitet e mendoj që është shkëputur prej kohësh, i të parit kapitalit human si kosto, por ta shikoj si një vlerë të shtuar. Pra mos ta shikoj si një mbajtës të dhënash, por si një mjet për të analizuar të dhënat. Në vetëm në këtë mënyrë duke qenë partner dhe duke patur marrëdhënie të ndërsjellët, do të jetë më eficiente dhe do të ketë rezultate normalisht shumë më të larta. Okej. Atëherë kapitali njerëzor në sistemin bankar është i duhur dhe shpresojmë që të jetë akoma dhe më efikas në të ardhmen dhe sektorët e tjerë të ekonomisë shqiptare të mund të mësojnë themi nga eksperjenca e akumuluar këto 10 vjet. Duke falenderuar zonjën Natasha Ameta, doktoresh në shkencat ekonomike për prezencën dhe për njohuritë e saj që i ndau me ne, zotin Arber Galliu, pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës dhe Denata Muharremi, eksperte në burimet njerëzore. Ju uroj një javë të mbarë dhe shihemi sërish të njëjtën e ardhshme. Natën e mirë.